A mune veç me marrë kuën mu ma sfigu që të logjik. Unë e dalë thëmë, po më duke dasma e imponuar, sepse t'u bazun ato që ka thonë Gjesti, nuk e dua jashtë, se dja du t'jemi bashkë jashtë, e kështu me radhë, thëmë, më duke të është e imponuar. Pastaj thëmë që në këtë rast nuk e shaj kur gjë Eglin, bele, nëse e këshyrë allë, i bie që praktikisht mu më vjen keq nëse Eglit i bëhet një diçka e tillë, pra një martesë pa dashuri, sa për hir të publikut dhe klikimeve. Vje keq nëse Egli do të aparenton edhe një gjë të tillë. O, jo, jalla, po ti jetë shoh Eglin. Okej, u krye edhe kjo farë pjesë. Mununa mi tregu si mbështetësi Gjesti, pa kompromis, pe 7 janarit, pitit janarit, falni, thëmë që nuk po du mi hap asnjë derë produksion me thonë, po që tash dasmën e mure, hajtë o krye, e mure dhe Eglin e hajtë o krye, e me buna i dallaverë se në kanë metë edhe 5 ditë. Dalë thëmë që është me rëndësimi votu Gjestin, sepse vota e bën fitus, unë s'po mëjmë ju kuptu ju njerëz. S'po ta shaj Eglin. Letë martuon jashtë nëse kanë dashuri. Ama me po me dale jam, ja, që është bërë për klikime, në këtë rast ti, që po komenton, Egli pja ki njati që pelen me mal për burë Gjestin. Unë s'më me ndalë Gjestin as kur gjigafën, veç ti ki me majën në përgjithësi tonën, që ajo prap ka mu bu keq kur ndodh kjo.